është pjesë e listës zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe nisma e Fatmir Limajt. Po nisë me këtë se është diskutuar gjatë, ku janë diskutimet, ku janë negociatat dhe çfarë është duke ndodhur? Ne kemi qenë të hapur që të diskutojmë, kryesisht me partitë më të vogla në vend, dhe ideja ka qenë që diskutimi me to të jetë një iniciative, një dialogu më shumë parimor se sa i konfirmuar, dhe rrjedhimisht të gjitha kompetencat në raport me këto negociata, si kryesi dhe kryesi e ngushtë, ja kemi dhënë kryetarit Lumir Abdixhiku. Tani të them të drejtën, unë nuk është që jam involvuar shumë këto ditë, aq më pak nuk kam arritur të involvohem në këto bisedime, mirë po nuk kam ndonjë konfirmim final rreth asaj nëse do të jetë pjesë e listës ose jo, por mendoj që vendimi final do të jetë rezultat edhe i një diskutimi shtesë që partia natyrshëm duhet ta ketë edhe me bazën e vet, me elektoratin dhe struktura që ta shohë si do të mund të pritet një gjë e tillë në LDK, dhe po besoj që shumë shpejt do ta kuptoni nëse do të jetë pjesë e listës ose jo. Mirë po, konfirmim final nuk kam për momentin, por duhet patjetër ta theksoj që nuk ka pas as më herët konfirmim, sepse shoh që disa e kanë marrë për të mirëqenë pjesëmarrjen e tij dhe disa të tjerëve në listën e LDK-s, por në fakt vazhdimisht kanë qenë diskutime parimore mbi mundësinë për të qenë pjesë e listës. Se i shihni Ramabaja këto diskutime? Për fat keq, ne jemi në një situatë kur partitë politike gati thujse të gjitha i kanë të i kaluar krejtësisht programet e tyre ideologjike dhe janë shndruar në parti të masave, se cila pretendon që të ketë sa më shumë rreth vetes pa pas parasysh backgroundin politik të individu ose të grupimeve, orientimin e tyre ideologjik, dhe natyrisht pastaj ato në rrugës sipër do të kenë probleme, siç kanë pas gjitha gati, thujse, sepse unë nuk mund ta shoh. Vendosja nuk ka pas as me guxon as me alternativën problem. Megjithatë ka pas problem me grupimin lista për familje. Sokon pjesë e grupimeve. Më pas ndarjes është bërë si grupim në vete. Pra, asnjëherë mos themi që ka pas probleme duke pas parasysh fraksionet e krijuara brenda llojit. Nuk është që ka qenë një subjekt tjetër i bashkangjitur në lëvizjen vetëvendosje. Mirë, po kanë hyrë individ që de facto nuk kanë pas të bëjnë me ideologjinë e socialdemokracisë dhe ju kanë bashkangjitur me idenë thjesht për të ndryshuar skenën politike, për të kontribuar, kanë pas arsyet e veta të tjera. Mirë po janë bashkuar një atdheu politik që s'është atdhej tyre. Dhe me kalimin e kohës pastaj janë larguar.